opozita me një inat do të thoja iracional ka vendosur që të mos marrë pjesë në votim. Ata më quajnë përçarse, konfliktuoze, por unë jam jashtëzakonisht e hapur që diskutojmë për secilën çështje që unë e kam bërë gjatë karrierës time politike. Siç e keni parë, sot ishte era 17 prej kur është vendosur propozimi për votimin e komisionit për votimin e fshehtë. Pra kjo procedurë ka filluar që nga 1 maj dhe edhe përkundër kësaj ne nuk kemi një situatë ndryshe, pra opozita me një inat do të thoja iracional ka vendosur që të mos marrë pjesë në votim, duke vepruar kështu në shpërputhje me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, të cilin e kemi përmendur, por për cilin edhe ju jeni në dijeni. Mendoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme që deputetët e Kuvendit Republikës së Kosovës të jenë të përgjegjshëm dhe të veprojnë në përputhje me kushtetutën dhe me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese. Tani, sot bëhen 3 javë prej kur Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e ka dërguar këtë çështje në gjykatën kushtetuese. Pra Aleanca me mbështetjen e disa deputetëve të LDK-s dhe një nga PDK-ja e ka kontestuar propozimin e kryesuesit të seancës për votimin e fshehtë dhe edhe përkundër faktit që kanë kaluar 3 javë ne ende nuk kemi përgjigje nga gjykata kushtetuese, duke pasur parasysh që konstituimi i Kuvendit Republikës së Kosovës është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Urojmë që gjykata kushtetuese të veprojë në përputhje me rrethanat dhe që sa më parë të nxjerrë vendimin mbi këtë çështje. Siç kemi thënë, ne i kemi dërguar komentet në raport me të njëjtën, prandaj presim që sa më parë të kemi një vendim mbi këtë çështje. Unë mendoj që edhe lëvizja vetëvendosje, por po ashtu siç e keni parë, kryeministri Kurti, kryetari Albin Kurti ka folur mbi këtë çështje, ka pasur edhe shumë deputet të cilët kanë theksuar domethënë në raport me këtë çështje. Ajo çfarë unë dëshiroj të shtoj është që siç e kam thënë edhe në të kaluarën, nuk i kuptoj arsyet të paktën këto publike të cilat i kanë bërë opozita për kundërshtimin tim. Ata më quajnë përçarse, konfliktuoze, por unë jam jashtëzakonisht e hapur që diskutojmë për secilën çështje që unë e kam bërë gjatë karrierës time politike, për çfarëdo vendimi që unë e kam marrë asnjëherë, domethënë nuk kam vepruar në kundërshtim me interesat e qytetarëve dhe me Republikën e Kosovës, për dallim që shumë prej deputetëve të opozitës në të kaluarën kanë votuar kundër interesave të Republikës së Kosovës. Jam jashtëzakonisht, si më thënë, e vetëdijshme për gjithë karrierën time politike dhe natyrisht që sulmet seksiste, mizogjene kanë qenë të papranueshme jo vetëm për mua, por nëse do të bëheshin për secilën grua në politikë. Shqetësimi im në këtë drejtim është që këto sulme, të cilat janë seksiste, të cilat janë mizogjene, të cilat fyejnë gratë, mendoj që i dekurajojnë gratë tjera që të marrin pjesë apo të jenë pjesë aktive e politikës. Pra këtë e kam shqetësimin kryesor, sepse vajzat e reja, gratë në përgjithësi në Republikën e Kosovës duhet të jenë pjesë e politikës. Mendoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme për Republikën e Kosovës që ato të kenë pozita udhëheqëse dhe ne si qeveri jemi përpjekur maksimalisht që shumë gra të jenë në pozita udhëheqëse. Vetëm në mbledhjen e fundit qeverisë 3 prej tyre kanë qenë gra, pra në pozita udhëheqëse. Prandaj unë mendoj që sulmet e tilla duhet i kundërshtojmë, por sulmet e tilla nuk duhet asesi na dekurajojnë. Jo mua, asesi, por askën tjetër. Faleminderit.